Si kalove? Si jeni? Gjerall të shohër sot grua me mushk duke punuar. Shumë faleminderit për fjalët. Ai që është i Zoti Majmalit. Punon, Majmalit i bën të gjithë. Si ke emrin? Nuk e tregoj emrin se Nga kam. cili fshati e E këtu? kam shumë të bukur emrin. Thuaje. Si Shqipëria, Iliri e kam. O, sa e bukur. Gjaxhi Edi ka thënë që ndash fshi e ndash mos e fshi. Hë. Te qafa dhe lart nuk bëj rrugë për 2 stane, për në këtë për 2 stane e mlodhi të gjithë vendin. Ti ndaç e shkruani, ndaç mos e shkruani. Këtë që them unë. Po në të tërë këtë vendin jetojnë shumë njerëz. Da ikësh do t'i shikosh. Nuk janë 2 stane dhe unë prandaj kam ardhur. Më fal që ta them, po ti ndaç shkruaje, ndaç mos e shkruaj. Ashtu. Ka shumë njerëz të mrekullueshëm me fëmijë, me të gjitha hallet këtu i kemi hequr. Në këtë vend të varfër. Kështu duket shumë i bukuri. Shumë i bukur vendi, shumë i Po bukur. të dalësh lart, shumë i bukur, po. Ju ka lënë bazdore. Nuk ka fshat, nuk ka shtet. Që ti mbaj këta njerëzit e vazhët. Sa fëmijë ke? 3, 2 djem, 1 vajzë. Ku i ke fëmijët? Në Gjermani të 2, ka 3 fëmijë, 3 djem, po Ka nikur tërë fëmijët. vetëm jo.